Bëhemi gati bashkë, ndërkohë që ju tregoj pak se si më ka shkuar mua shtatzania deri tani që jam në javën e 27. Zyrtarisht, java e fundit e 3 mujorit të dytë. Pyetja e parë që më kanë bërë, çfarë ke ndryshuar ti nga rutina jote në momentin që ke marrë vesh që je shtatzan? Nuk është se kam ndryshuar ndonjë gjë të madhe, përveç se pjesës që kam filluar të ha mëngjesin. Kam bërë kujdes me peshat, palestrën nuk kam shkuar më, sepse kam pas merak, jo se kam pas ndonjë problem, doktoresha më tha që mund të shkosh. Pyetje tjetër, kur e zbulova gjinin? Unë gjinin e kam zbuluar që në javën e 11 sepse bëra analizën e niptit. Tani që javët kalojnë shumë shpejt, pjesa e emrit më duket gjëja më e vështirë në botë, sepse nuk po vendos dot. Këto javët e fundit është që lodhem shumë shpejt dhe më mbahet fryma, ndoshta nga që barku është rritur. Të kujtoj tjetër çfarë më keni pyetur se memoria ime, besoj gocat shtatzan më kuptojnë shumë mirë mua se si jemi me memorien e po, për peshën, sa kam marrë deri tani, kam nisur shtatzanin 53 kg, edhe tani jam 60. 7 kg kam marrë deri tani. Në fakt nuk është se jam shëndoshur, me thënë të drejtën. Lepsi për tëmblat, goca e ka fajin. Ua, sa u lodha. Goca kam këtu që më ndjekin që janë shtatzan, në çfarë jave jeni, si jeni duke u ndier dhe më besoni që çdo gjë kalon shumë shpejt, mundoni ta shijoni. Kaq, faleminderit që më ndiqni. Bye.